cili talent, cila veçori ti beson që t'ki shërbyn jetë po ta kishe ditur? Kam thonë ata që të mos me të rënojnë gotë, po të pas martesës, po të ndëgjojsha kryen ma shumë, do të kisha diçka alo, këtë moshë që kam rritë do të mbrisha alo ma shumë. Po, edhe me këta që e kam jemi knaqë. Qfar këshillat ka jep ajo? Dëgjueshmërinë me pas hala ma shumë është e mirë, po e kam deri dikon po jo sa duhet. Kanë jam tip që veprojnë vete, po tene jo mirë. Po, që aty për që aty të vjen me vendosa dhe e bën. Për ndryshe ata përmen shpesh bashortja me tonë e të kom thonë, vëlla. Më gjesën dramje. Tipike e jona, na qikat, femrat, gratë e kena shprehi që shtu me thonë, e di. Me Knut Allava, këngëtar në shqip. Shumë mire ke thonë. Po dhua. Po vëlla se kishe bu shumë pare. Po pra. Edhe sot për fat keq, muzika e Mirëfillt shumë pak i jepet mundësia mu promovu. E vërtet. Që do mos diaspore ne edhe përdorim shumë. Dasmat për kërkohet vetëm të Allava. Ku jeton te? Unë jetë në gjithë, po për momentin jam Kosovë. A shkon shpesh në eventet të tilla ku organizohen koncerte të këtij lloji? Për para kanë qenë, tash i kone fundit ma jo, se tash i ma shumë rrjedhje të